Në kodrat e qytetit të Korçës, me 10 fëmijë të shoqëruar nga prindrit dhe gjyshërit e tyre, kanë mbjellë pemë, një nismë kjo disa vjeçare që kërkon të kthehet në traditë. Një nga banoret tregon se ajo vetë kur ishte fëmijë, mbjellte pemë në këtë zonë e sot kërkon që mbesa e saj të trashëgojë këtë veprim qytetar. Dhe çdo shkollë ishte kuotën e saj që duhet të plotësonte. Brenda javës, brenda muajit duhet të bënim ato pemë që i kishim. Dhe vinim çdo javë edhe mbjellim. Kështu vazhdoi që në filloren, të vjeçaren, të mesme, edhe kur shkuam në punë, e njëjta gjë. Unë kam ardhur këtu që të mbjell pemë lule dhe sepse dua që njerëzit të kenë një ambient të pastër dhe unë kur të rritem të vi këtu ta ujës me ujë dhe të jetë ambienti i pastër. Ardit Konomi, një nga organizatorët e nismës, shprehet se aksioni synon të rikthejë kurorën e gjelbër të qytetit. Po, dhe jo vetëm fëmijë, dhe vetëm gjyshë, dhe vetëm prindër, po edhe shumë qytetarë. Nësa kemi filluar 11 kishim lajmëruar si orë, jo që jonë 11 fiksa një herë s'ka. Gjatë ditës do këtë edhe shumë. Është një traditë e bukur, është do edukimi që na duhet. Gjatë këtij viti, nisma ka si qëllim mbjelljen e rreth 1500 pemëve, çka pritet të përmirësojë ndjeshëm kurorat në kodrat e Moravës.